këto janë fakte. Prej listës suaj, ju jeni edhe prijesi i listës së partisë tuaj, e ke djem, janë larguar 2 kandidat për deputet dhe ju kanë bashkuar listës serbe. A ka qenë e pritshme nga ana juaj? Ata e thanë të kundërt në asaj që ju po e thoni, që mendojnë që ju si Rashić nuk i përfaqësoni mirë interesat e komunitetit serb këto brenda Kosovës. Par dje një, dje edhe një tjetër, nështë në pyetje një, sa i përket ata kandidat me të vërtetë nuk e kanë paralajmëruar një akt i tillë asnjëherë, në asnjë formë, dhe unë sa i përket të them ashtu arsyeve personale, mund t'i pyesim ata, por megjithatë deri në ditën e fundit nuk kanë treguar asnjë shenjë të pakënaqësisë. Megjithatë, unë kam eksperiencë edhe më herët, nëse nuk keni përcjell ju, prej vitit 2014, prej momentit kur atëherë kemi pas zgjedhjet parlamentare, dhe pastaj 2017, 2019, 2021 dhe kështu me radhë, çdo herë, çdo moment ka ndodhur këto tërheqje nga lista, dhe që të mund të besoni që me njëjtën deklarat e cilin e keni pa, ndoshta nëse keni pa që kanë shpall ata 2 tash ish kandidat, të them ashtu, me deklaratat njëjta, sikur që i kom pa në 2014, që është shumë simptomatike dhe une dhe sot dhe dje bojsha i gore në venqëtim me bashkëpunëtorët e mi, kur në njëjtën deklarat është pa ndryshim asnjë pikë, ku normalisht në pasusin e fundit duhet të jetë ajo fjali ku thuhet i vetmi i cili për kujdesit për Sërbët e Kosovës është presidenti Aleksandar Vučić, bla bla bla, ashtu me radhë. Dhe une bojsha gore thom, paramendoni ju që 12 vjet nuk e ka avancu as pak, që bile të ndrojnë atë teksti i cili është sikur dërgohet tek ata kandidat dhe ju e keni obligim vetëm të nëshkruni, eventualisht ta boni një deklarat në cili do prej televizionave të tyne dhe ashtu të përfundohet procesi. Dhe tash, në mënyrë praktike të them ashtu që të përkthej në veprimet që si e bojnë, i përdori metoda, për shembull, sikur shantazh dhe ofrim të ndonjë benefit, po supozoj që benefitet janë financiare, në formën ashtu, kishte thonë para kesh me siguri, sepse strukturat të cilët të heqin këto veprimet janë të ditura normalisht, sikur që e dim që po ndodh këto me vite. Kështu që ta kandidat tash ish kandidat të mi janë deklaruar sikur mall, i cili mund të blehet dhe në atë aspekt janë tërhequr me një direktiv edhe bile, si thash pak më herët, me deklaratën e njëjtë që prej vitit 2014 deri sot. Prandaj nuk është diçka e jashtëzakonshme, në fatkeqësisht ka ndodhur më shumë se disa herë. Mos ta që të jemi sakt ka ndodhur çdo herë në zgjedhjet kur i kemi dalë, sepse pa modesti po them e vetëm me kërcënim të them ashtu, ose vetëm me oponent i vërtet, lista serbe e sheh në partinë time dhe jam i kënaqur për këtë të them ashtu fakt, por megjithatë shumë probleme kemi me këtë një veprim ekstrem dhe radikal ndaj të gjithë kandidat dhe sot për shembull dhe dje kemi pas raste të thirr të gjithë bashkëpunëtorët e mi me oferta të ndryshëm prej pozitave deri në parat gatshëm, deri në banesa në Serbi e kështu me radhë. Prandaj besoni që është shumë sfiduese në këto rrethonat me këtë një oponent ekstrem, radikal, brutal, i cili është i gatshëm të bëjë çka do qoftë, vetëm ta fitojnë vota ose ta fitojnë krejt pulsin në parlament dhe ne po ballafaqohemi në çdo aspekt që mundemi normalisht brenda kapaciteteve tona institucionale dhe në këtë rast personale, individuale. Jo, po e thoni që garën e keni drejt për drejt me listën serbe, mirë po nuk duhet